in the already very dark history of the Syrian war. Ish shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është ndaluar në Bruksel në vazhdon e një hetimi të prokurorisë evropiane, e cila ka ndërmarrë kontrolle në Kolegjin e Europës në Bryzh dhe në Shërbimin Diplomatik të Bashkimit Evropian, EAS në Bruksel. Hetimet për mashtrim lidhen me programet e trajnimit të diplomatëve të rinj, të financuara nga BE-ja. Mogherini është aktualisht rektore e Kolegjit të Europës. Përpos saj, në pranga kanë përfunduar dhe 2 persona të tjerë në ndryshimin e favorizimit dhe konkurrencës së padrejtë, si dhe abuzimit me fondet publike të bllokut në vitet 2021 dhe 2022. Akuzat të tjera janë konflikti i interesit dhe shkelja e sekretit profesional. Nga veti shefja e diplomacisë europiane, nuk ka deri më tani asnjë reagim. Hetuesit po verifikojnë nëse Kolegji i Europës ose përfaqësuesit e tij kishin paraprakisht dijenim mbi një tender publik për të financuar Akademinë e Re Diplomatike të Bashkimit Evropian, programi vjetor i trajnimit për diplomatët evropian në Bruges, i cili financohet nga EAS, dhe nëse kanë pasur akses të privilegjuar. Kolegji i Europës, i themeluar në vitin 1949, konsiderohet si shkolla më e lartë e Bashkimit Evropian për diplomatë dhe nënpunës, më shumë ish studentë të tij që janë kthyer në politikan dhe zyrtar të lartë në institucionet evropiane. Hetuesit po shohin dhe rrethanat e blerjes prej 3.2 milion eurosh të një ndërtese në Bruges nga kolegji, e cila strehon diplomatë që ndjekin akademi në fjalë. Bastisjet e sotme përbëjnë skandalin më të fundit që godet institucionet e Bashkimit Evropian dhe shtojnë presionin mbi Kolegjin e Europës dhe rektoren e tij Mogherini, e cila dikur drejtonte EAS-n dhe fillonte një mandat të dytë 5 vjeçar në Bryzh për këtë vit.